Si që kam thënë edhe më përpara, simbolika e flamingos e lidhet me dy numra, numrin 2 dhe 4. Numri 2 është numri i djallit dhe numri 4 lidhet me shkatrimi, që do thotë është përfundimi i një epoke. Po gjithashtu, një dimension tjetër i këtij simboli është edhe lidhja e 4 elementëve të ngathruar në një çështje. Revolucioni apo misioni Flamingo duket se ka nisur shumë kohë më përpara nga ndërgjegja kombëtare. Në vitet e rëmujshme 90-97, rreth 3 dekada më përpara. Aty nisi lidhja e të parit në këtë katërshe, opozitari i sotshëm Berisha me çështjen Zvëneci dhe Sazani. Numri 2 në këtë kuartet është kryeministri në detyrë Rama, i cili hodhi dhe themelet e kësaj çështje në kohën kur filloi t'u bënte qejfin vlonjatëve me lungomaren. Po për të plotësuar këtë katërshe duhen dhe dy numra tjerë, që me sa duket janë familja Trump dhe ndoshta dora hebraike, me sa po shfaqet. Megjithatë, duket qartë se përsëri Vlora u ka dhënë shqiptarëve në dorë një gur me të cilin duhet të dimë si ta përdorim për të shpëtuar veten. Presidenti Trump arriti të bëhej president i parë me një vath në vesh që nuk e mori nga Thomas Crooks, i cili do ta kishte goditur në ball, për atje e ka marrë në shenjë, por nga Perëndia. Megjithatë, ai e lexoi ndryshe dhe kjo i dha shumë eufori dhe entuziazëm të paparë, gjë që u duk që në moment dhe po vazhdon të duket edhe tani. Por a lidhet simboli i flamingos me datën 4 që përkon me ditëlindjen e kryeministrore, por edhe me pavarësinë e Amerikës? Çfarë pritet nga ky numër? Numri 4, siç e thash, tregon fundin e një epoke të gjatë dhe patjetër që lidhet me çka thash edhe më sipër. Rezultati i takon të ardhshmes, por protesta zhvillohet në kryeqytetin e Tiranëve dhe besoj se e ka atë lloj potence. Unë thjesht po lexoj simbolikën sipas këndvështrimit tim. Uroj që situata të çlirohet me rezultate sa më pozitive, sidomos për protestën dhe shqiptarët, pas një dëmtim nga të gjitha anët, sidomos për popullin tonë të vuajtur. Faleminderit.